Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për ngjarjen e rëndë, krimin e familje që ndodhi dje në Roskovec, në fshat, një ngjarje e rëndë ku burri vrau bashorti, pra vrau gruan dhe më pas veten. Një ngjarje që përpos pra aktit tragjedisë së rëndë ka shkaktuar mjaft reagim edhe ajo që ndodhi më pas, pasi deri tani mesditën e sotme pasdite, sipas mediave, trupi i të ndjerit, pra i bashortit, nuk është e hequr nga fëmijët, nga morgu, ndërkohë që të njëjtën e kanë pra përcjellur në banesën e fundit. Qinjet familjare të afërmit për mediat kanë dhënë detaje për një konflikt që ka qenë i hershëm, madje pak ditë para se të ndodhte ngjarja, kanë qenë edhe në polici pas kallëzimit nga autori për gjëra banale sipas tyre. E gjitha kjo ndoshta mund të ishte parandaluar, por për gjitha këto do të flasim me ekspertin e sigurisë, zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit juve. Një ngjarje e rëndë që ne kemi trajtuar shumë të tjera, gishti drejtohet nga organet ligjzbatuese, ndoshta edhe kjo mundet të ishte parandaluar, duke qenë se dy palët kishin qenë të freskët, pra gjithë familja në polici pas denoncimit nga autori për ngjarje që sigurisht thash pak më lart, që qinjet kanë treguar se për çështje banale pasi ishte konfliktual kryefamiljari. Po Fieri dhe kryesisht periferia, zonat e Fierit është një qytet shumë problematik, lidhur me dhunën familje, me vrasje të ndryshme, dhe vjen mbas Tiranës për shkak të numrit të madh të punësisë, por është një nga qytetet shumë problematik. Dhe vrasja ndaj grave ose dhuna në familje, e cila përfundon në vrasje, është një situatë shqetësuese në vend për faktin se vetëm për 4 vite e fundit kemi 37 gra dhe vajza të vrara, nga të cilat 27 janë femicid, janë çështje të cilat lidhen me antarët e familjes. Sigurisht kjo ngjarje është një ngjarje e rëndë, tronditse, duke menduar që në atë moshë që ishin çifti, të ndodhë një tragjedi e tillë, e cila është e para fatkeqësi për ata që ndodhi, por asgjë nuk mund të jetë rasti, asnjë konflikt nuk mund të jetë, ai më tepër që ai kishte armë zjarri. Sigurisht që këtu ka vend për hetime dhe do të ketë hetime, të cilët duhet të shikojnë të paktën historikun familjar, në vitet që ato kanë jetuar, a ka pasur problematika, pra konflikte, kanë qenë të vazhdueshme, kanë qenë kronike, a ka pasur denoncime më parë apo jo, dhe nëse ngjarje të tilla do të pyeten sigurisht dëshmitar, flasim për familjarët djalin, i cili në atë moment nuk ka qenë në familje, rrethi familjar, komshinët e tjerë për të prodhuar, për të krijuar një profil të natyrës të konfliktit, që ishte pavarësisht se në atë moment ka ndodhur vrasja, ka qenë i përsëritur, ka pasur probleme psiqike personi, autori dyshuar, ka pasur mjekime apo ka pasur një situatë e cila ka qenë njohur apo jo më parë nga familjarët, dhe nëse kjo është mbajtur e fshehtë apo jo ndër vite. Çështja e tashmë është e mbyllur, sepse si autor, si viktima ashtu dhe autori, të dy janë që nuk jetojnë, por megjithatë natyra e krimit është shqetësuese dhe motivet e krimit janë shumë të rëndësishme për të zbuluar nga policia e shtetit. Ndoshta momentin që kanë marrë denoncimin, policia ka vajtur në shtëpi, ka marrë të dy palët, pra dhe bashorten, pasi sipas të afërmëve ka qenë një denoncim për çështje pse i kemi mbjell patatet këtu, po atje një konflikt. Jo kush e di se çfarë, ndoshta mund të kishin bërë dhe kontroll në shtëpi, mund të kishin gjetur armën. Shiko, në përgjithësi kur ka raste që konfliktet janë familjare, dhe kur këto nuk përbëjnë ndonjë natyrë më agresive, sigurisht që në kushte flagrance nuk mund të jetë që policia e shtetit shkojë për shkak të konfliktit të bëjë kontroll në banesës. Pra nuk është automatikisht që bëhet kontrolli. Por nuk mund bërë se konflikte ka plot. Dhe në rastet e konflikteve, zakonisht ato i adresojnë. Adresimi do të thotë të rriten palët, kërkohet për shembull, supozojmë personi që është i viktimizuar, mund të kërkojë një mbrojtje ligjore, pra ka procedura duke vajtur një proces që mund të kërkojë një mbrojtje ligjore, dhe sipas mbrojtjes ligjore fillon ai që themi marrja përsipër e policisë që ta mbajnë në kontroll këtë konflikt. Por nëse konfliktet janë të përsëritura disa herë,
këta përsëri janë konflikte të cilët janë bazë familjes dhe janë shumë më të vështira për t'i parandaluar. Apo për të aq më tepër në një moshë që autori, në mos gaboj 84 vjeçar dhe viktima 75 apo 74 vjeçar, janë mosha të rritura, mosha të mëdha dhe mundësia që mund të ndodhë një konflikt që mund të përfundojë në këtë pikë është më pak e mundur në raport me moshat të tjera. Por si pas pasave ishte gjithë jetën që bashorti ishte i dhunshëm. E pra duket si një konflikt kronik dhe një konflikt kronik ato që thash duhet kontrollohet historiku i marrëdhënies midis tyre. Dhe fakti që kanë mbi 50 vjet që ato kanë pasur probleme konfliktuale, se këto konflikte janë mbuluar her pas here, është quajtur si një normalitet brenda familjes dhe një normalitet brenda familjarëve dhe një normalitet ndoshta edhe për strukturën policore. Por fakti që personi ka mbajtur armë ose ka pasur armë është pak e çuditshme, se duhet kishte njohuri dhe duhet kishte denoncuar bashkëshortja. Pra, arma nuk besoj se rastësisht në momentin e konfliktit për patate apo jo për patate, e mori armën, pra arma ka qenë prezent familjen e tij dhe kjo gjë është duhet pyetur si dëshmitar djali, ka pasur ai dieni për armën? Nëse rrëfimet e bashkëshortës të ndjerë ka pasur rrëfime tek familjarët që ai mban apo jo armë, apo ka qenë ajo mburoja dhe kamuflazhi i gjithë problematikave për shkak të turbit që ndodh nganjëherë, sidomos në zonat rurale apo zonat urbane, ku konflikti nuk transferohet, nuk tregohet dhe mbahet i ndrytur brenda familjes. Dhe kjo mund të ketë ardhur në atë pikë që ajo armë e fshehur apo ajo armë që mund të ketë pasur dieni, në një moment caktuar mund të jetë përdorur nga autori dyshuar. Nëse vazhdon akoma qëndron një njëjti fakt që deri para pak orësh ishte që nuk është e hequr trupi i kryefamiljarit nga morgu, i bi që janë shërbimet shtetërore që kryejnë ceremoninë apo? Edhe që janë shërbimet shtetërore, sepse edhe kufoma nuk mund të mbahet pafundësisht në morg. Ka një afat dhe një kohë për cilën për arsye ligjore mund të qëndrojë në pritje të familjarë për ta tërhequr atë, dhe në pamundësi pastaj do të jenë shërbimet e komunës apo shërbimet të tjera shtetërore të cilat duhet kryen varimin e tij. Sot kam dhe një pyetje për një ngjarje që është në hapësirën tonë, pra në trevat tona në Kosovë, ku ju sigurisht njihni realitetin pasi jeni shpesh në mediat në Kosovë për opinione, mendime për realitetin aty. Kishin një vrasje, një krim thuajse pasioni, ku një 31 vjeçare ekzekutoi të dashurin dhe nusen e të xhait, është folur sipas prindërve dajës se djali që bëhet fjalë për një rast ku djali kishte takuar vetëm 2 herë vajzën, që ishte ardhur nga Gjermania, më pas se priti me kallash të ekzekutoi. Mendoni që ka diçka më shumë për këtë ngjarje apo mund të jetë vetëm kjo që në takimin e dytë e vrau, pra me atë që ju keni lexuar dhe mendoni, duke nisur ndoshta edhe nga mentaliteti i zonës rurale që ndoshta me takimin e parë të dytë duhet vinë fejesa, martesa, edhe nuk e pranoj ndoshta një ndarje apo ka diçka më shumë. Po, nuk e kam ndjekur si ngjarje, por analizoj ngjarjen. Raste të tilla nuk mund të jenë kurrë rastësore, që meqense çështje kanonore apo jo, fakti që ka pasur armë tregon që mund të jetë një problem më i vjetër, më i hershëm se sa ai momenti i takimit apo i komunikimit midis palëve. Kështu që kjo kërkon hetim. Nganjëherë shpeshherë ngjarjet që duken të lehta dhe duken rastësore mund të jenë shumë të thella dhe kërkojnë patjetër që mund të ketë një hetim. Raste të ndryshme të cilët kanë bërë bujë edhe në realitetin e Kosovës, siç ishte dhe rasti i vrasjes nga bashkëshorti të bashkëshortit në sy të fëmijëve, që dukte si rastësore, por shumë enigmatike, sa mbuloi jo vetëm mediat shqiptare, mediat e Kosovës, për drejtë zgjati pafundësisht sepse nuk ishte aq e thjeshtë dhe nuk ishte aq e rastësore. Pra mund të ketë komplikime të cilët sigurisht kërkojnë hetim. Asgjë rastësore dhe një çështje, sepse nuk ka mundësi një vajzë e re për një arsye apo për një tjetër të marrë kallasnikove apo të marrë armën për të bërë ekzekutimin. Pse në takimin e parë apo në takimin e dytë.
njerëzit kanë një jetore, konflikte kanë, probleme kanë, e kjo nuk mund të ndodhë që një person apo një vajzë e re, e cila ka jetën e saj përpara, për çfarëdo lloj arsye dhe lloj motivi të ndodhë që në takimin e dytë të ndodhë kjo që ju sapo më thatë në mediave të Kosovës. Prandaj kjo kërkon hetim. Kosova i ka të gjitha kapacitetet profesionale, ka treguar që në drejtim të hetimit ka qenë shumë e avancuar dhe shumë ngjarje të ndryshme kanë pasur kohën e dur, por sigurisht që kanë pasur rezultate pozitive në drejtim të zbulimit të enigmave që më kanë parë duken si gjëra banale apo gjëra të rastës. Duket sikur Për shkak nga i gjeti armën, kush ja dha armën, pse ky konflikt duhet prodhoj viktimë. Sa kohë ka komunikimi, duhet merren celularet, komunikimet, rrjetet sociale. Sa kohë ka. Përveç atyre që të treve që janë tashmë në botën tjetër, celularet janë ata që mund ta thonë të vërtetën, mund të afrohen. Ato leximi dhe zbërthimi i tyre patjetër mund të nxjerrë shumë pista apo motive të tjera përveç asaj që është publikuar dhe asaj që lexohet momental. Pra janë rrjetet sociale që kanë komunikuar, komunikime telefonike, gjitha këto prova të tjera, të cilat mund të thellohet dhe mund të nxjerrë vërtet arsye të tjera për të qenë më i plotë hetimi dhe për të nxjerrë vërtet motive të vërteta të kësaj ngjarje. Zoti Softa, të falenderoj shumë. Faleminderit.